Kështu që format se si parat shkonin te Milinda ishin të tjera. Natyrisht, përfitimet shkonin në dy metoda kryesore. E para shkonin në kesh. Në disa raste madje brenda kutive të verës. Do me thënë, kuti e verës në fakt nuk kishte shishe vere brenda, po kishte para. Forma tjetër pastaj, përveç keshit, është pak më e komplikuar. Dhe bëjnë nëpërmjet pasurive, për shembull, si tip shtëpi apo makine. Në rastin e makinës, sipas asaj që shpjegon prokuroria, ishte ndjekur një formë e tillë. Makina blihej nga një prej kompanive që kishte fituar tenderin, ose një kompani e lidhur me atë që ka fituar tenderin. Siç e thash, një pronar ka disa kompani, kështu që mund ta blejë një tjetër. Por që të mos binte në sy që Milinda po përdorte një makinë të një kompanie apo të një pronari kompanie që kishte fituar një tender nga institucioni që ajo drejton, kompania e rishiste këtë të njëjtën makinë me një vlerë më të ulët tek një punonjës tjetër i kompanisë, të cilit gjoja jepe një borxh nga kompania dhe me atë borxh ai blende makinën. Tani, pasi shiste te punonjësi tjetër, kjo kalon edhe i dorë të tretë shitje. Tek një person tjetër, që s'kishte lidhje me këtë punë. Tani, pse do thoni ju? Gjatë gjithë cirkuitit të shitjeve, zinxhirit të shitjeve, aty ulej vlera. Për shembull, kompania që kishte marrë makinën që përdorte Milinda, kishte blerë atë rreth 40.000 euro. Në fund të zinxhirit të shitjeve, pra ble kompania, shitej kompani tjetër, shitej një person tjetër, që në fund shkoi te Milinda, nga që kishte pas kaq shumë transaksione, vlera kishte vajtur deri në 9.000 euro, se të gjitha kishin shit me vlerë më të ulët. Më kupton? Ndërkohë që makina nuk ishte përdorur, sepse të gjitha këto shitjet e zinxhirit janë kryer në një periudhë shumë të shkurtër. Pra makina nuk kishte pse humbte vlerën. Po si t'ja ulnin vlerën për t'i bërë nder kësaj, më kupton? Që mos t'i merrin shumë lekë sepse i duhet të paguanin për nderin që ju kishte bërë, që ju kishte dhënë tenderin, e kuptoni? Këta kalonin një zinxhir shumë të madh shitje blerjesh dhe kushdo që shikonte letra thoshte, është bler 4-5 herë kjo, tani e ka rënë vlera, më kupton? Ndërkohë që efektivisht ajo ishte përdorur shumë pak si makinë. Vlera kishte mbetur po e njëjtë. Më kupton? Dhe këtu përdorej kjo metoda e zinxhirit të gjatë të shitjeve, të cilat ulin vlerën. Shit nga njëri te tjetri, nga 39 u shit 20, nga 20 u shit 10, nga 10 u shit 9 në fund fare. Pra erdhëm nga 39 në 9. E kuptoni? Janë 30.000 euro. Makina nuk ishte humbur vlerën 30.000 euro. Thjesht zinxhiri i shitjeve bënte të dukej sigurisht kishte humbur vlerën. Dhe kështu Milinda ishte e mbuluar sepse problemi është në deklarimin e pasurisë, do deklaronte një makinë, ajo i duhet ta deklaronte një makinë të lirë, që mos ngritte dyshime, ku gjetë lekët. Nëse është e lirë, okay, ke blerë makinë të lirë. Por nëse ajo është e shtrenjtë, atëherë do ngritet dyshime, kështu që i duhet ta blende me makinë, ta blende me një çmim të lirë dhe ta deklaronte tek ILDKPI-ja me një vlerë sa më të lirë. Dhe kështu kryhej përfitimi, duke e marrë makinën në fundemër të saj me vlerë sa më të ulët. Dhe kështu mundohej të mbulonin rishfetin që kishte marrë ajo nëpërmjet pikërisht blerjes së makinës, nëpërmjet vlerës së makinës.